ku erdhëm. Tiri është më i ngopur se kur në këtë pjesë programit. Bëjnë këto sikur s'ka ngrënë vetë. Po nëse ngrëm, ti ngrë. Jetë pjesë më të madhe toja Mos po bëjt asjell prapë të shikojmë që ja ka ngrënë. Ky jo vetëm që përpiqet të gënjej, po as nuk di të gënjej se i merret goja duke thënë gjërat pa vërteta. Jo, pra jo, nuk doja të thoja diçka që nuk ishte etike për ta thënë. Por që po, kemi ngrënë të tre. Okej, mirë. Dhe jemi gati me energji për të vazhduar intervistën e fundit për sot dhe kemi dy bukuroshe në studio. Na është bashkuar Noela Domi, e cila është piktore, dhe Dalia. Daila. Prape pyta, prape nga tros. Daila Voci, e cila është këngëtare dhe të dyja vajzat kanë fituar fazën e parë, le të themi, të një konkursi për talentet në Shqipëri, një programi televiziv për talentet. Globe Talent, apo jo? Dhe ju keni triumfuar në fazën e parë. Noela në pikturë, apo jo? Dhe Daila në muzikë. Dhe bravo ju qoftë, sepse keni treguar talentin tuaj dhe jeni vlerësuar për këtë. Kemi dhe këtu 2 trofet që ju keni marrë, apo jo? Çfarë krenarie ti shohësh që të keni marrë? Imagjino sa krenari jeni ju për veten, po më shumë se ju vetë, imagjino prindrit sa u është bërë shefi. Është krenari shumë e madhe të marrësh pjesë fillimisht në një emision të tillë, por është krenari edhe të dalësh fituese, pasi është një arritje shumë e madhe për mua. Përkatësisht, sa vjeç që jeni? Unë jam 14. Unë jam 12. 12. Dhe për ju, jam e bindur që është një arritje e madhe të merrni edhe çmimin e parë, një konkurs. Si ka që konkurenca, e keni ndjerë, kishin ndjesinë që do ta fitonit ose jo, se ka raste që thonë, ndjeja që do dhe rëmbeja të çmimin e parë. Në fillim ka pasur goxha konkurrencë, pastaj me eliminimet, me kështu gara u bë edhe me but dhe e ndjeja nga fundi që do isha fituese një herë. Ka qenë një pikturë kryesore që ti ke marrë pjesë, apo ke çuar her pas here disa piktura? Kam çuar her pas here piktura, domethënë piktura që i kam realizuar më parë, i kam prezantuar, por kemi pasur edhe tema të caktuara për të realizuar një pikturë. Kush ishte ajo që ti mendon se i mori, le themi, zemrën e jurisë? Nuk e di, ndoshta edhe mënyra se si unë i prezantoj pikturat, pasi unë mundon që çdo pikturë jo vetëm ta realizoj mirë sipas teknikës, por edhe ta prezantoj atë me fjalë më të mira. Dhe çfarë zgjodhe ti? Cila ishte piktura që të bëri ty fituese? Kam prezantuar disa piktura, nuk kam pasur një pikturë të caktuar që më ka shpallur fituese. Mendon se ka qenë dikush nga ato piktura që ty të ka dhënë? Kanë qenë të gjitha. Ne i përshkruaj të gjitha. Çfarë ke zgjedhur të përfaqësosh? Unë kam një pikturë e veçantë që unë e kam përfaqësuar 2 herë në emision, ka qenë piktura e Eksodit të vitit 1999, ka qenë një pikturë historike, do me thënë kur shumë shqiptarë emigruan drejt vendeve të huaja, dhe ajo pikturë ka qenë për mua më e vlefshmja. Okej. Edhe kjo ishte xhubleta apo jo? Veshje e Tropollës, po. Po, kjo ka qenë piktura e Eksodit. Unë mendoj që kjo mund të jenë mbasi një ndër pikturat që edhe mund të ketë prekur pak edhe juri nga emocionale, nga historiku që bart. E kam zgjedhur këtë pikturë, unë vetë nuk e kam përjetuar këtë rast, por duke pyetur prindërit dhe duke më treguar, duke më dhënë informacione, vendosa ta paraqes në telaj pasi ka edhe vlera historike edhe vlera artistike. Okej, ka qenë një vendimet e familjes. Ndërkohë, ti mund ta flasësh pak për emocionet, për jetimet? Unë, kur shkova në fillim, shkova të provoj zërin dhe thjesht e pash vetën, nuk është se do fitoja, nuk është se do u futja në këtë emision, po... Dhe po shkoj herë, ta provoj. Kishe besim fillim. Dhe unë nuk është se e kam qenë këngëtare, po motra ime madhe e ka emrin Ergi, edhe ajo është marrë me muzikën qyre vogël dhe gjatë motrës mësova dhe unë që të bëhem... Do me thënë ti nuk ishe kënduar më përpara në ndonjë konkurs? Ishte hera e parë që merrje pjesë? Jo, kisha kënduar me një kështu, si ta them... Event? Po, një event kështu konkurs, jo konkurs, kurs, edhe nuk kisha... Nuk e kishe provuar skenën, po. Dhe nuk dija, po gjatë motrës të shkolla mësova shumë gjëra. Fantastike. Dhe cila është kënga e parë që ti zgjodhe për të bërë audicionin? Kënga e parë që unë zgjodha ishte kënga Shaj. Kënga e dytë ishte... Ari Lenës, të? Po, Ari Lenës. Dhe kënga e dytë ishte
Elvanës, 1 milion arsye, dhe kënga e tretë ishte This Girl Is On Fire. Zgjedhje shumë të bukura. Edhe këngë të forta, të fuqishme. Ti e di që ne do të pyesim këtë do këndosh tani. Apo jo? Ta zgjedhim ne apo do ta zgjedhësh vetë? Done. Kemi në Arilenën? Unë them të këndoj këndjet ajo më mirë, se është në mëngjes, janë këngë po ne jemi për t'i vënë vështirësi mirë. Shiko, këtë dua ti, po ne të preferonim Shaj. Ja bëret lehtë. Po zemër, Shaj. Ato këndojmë pak tani. Tani? Po, refrenin. Duhet që në kam. Si duash, Si të duash ti si të ndihesh ti më së miri. Dhe më rehat. Dua ta shaj, peshën që nuk e mbaj dot, ma vë vjen që ta vras. Fantastike. Mëngjesi shumë mirë. Di dhe këngë popullore. Edhe popullore? Merja një popullore një tashi. Se popullore Prej Kukës ishe? Jo, nga Trova. Por Romina. Nga Dibra. Po. Hajtë. Doli goca në pengjere, për me pase ku se po vje, po na vjen një djalë beqar, zemrën time ma ka marr. Doli goca në pengjere, për me pase ku se po vjen, po na vjen një djalë beqar, zemrën time ma ka marr. Oj, 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 lajle, oj, 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 najne, kujtova se binte shi, a do ishin lote mi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, a do ishin lote mi. Bravo, Dajla, fantastike. mu bëri diçka për shtypje, sepse ti, kur flise pak më parë te që në kurs nuk isha përmirësim. Pse mendon që nuk ishe përmirësim në kurs? Nuk i di, po unë kur shkova të kursi më thanë që ti nuk e zë, unë madje shkova kam shkuar dhe të X Factor Kids për të provuar zërin dhe ishte ajo Alketa që më tha që nuk e zë bashkë me jurisët tjerë dhe nuk e zë. Shiko, të them diçka, edhe ato të kursi dhe ato të X Factorit e kanë gënyer. Që nuk është vërtet që ti nuk e zë. Edhe tyri është këngëtar, nuk po ta thot në kot. I një shumë mirë talentet. Që, po. Që i kapituar The Voice-in, kështu që është e din më së miri, kam mbaruar edhe për muzikën. Por që po, ki Kam besim. dhe një pjesë vogël. Çfarë të duash ti, me shumë qef. Ma lërni të qaj, se të qaj, më së miri ti ta bëj tani, se të qaj, më së miri ti ta bëj tani. Ka një gjë shumë bukur që Fut në gjendje. është futesh direkt edhe në gjendje. Motivim edhe. Futesh edhe në gjendje. Në Elena, përveç, këtyre pikturave që ti tregove dhe prezantove në konkurs, tani e mbrapa ke frymëzuar për të bërë diçka tjetër? Po, gjatë ditëve të fundit kam punuar disa piktura dhe kam arritur për një javë të mbaroj 4 punime të mëdhaja. Për një javë 4 punime të mëdha, të cilat kanë qenë shumë piktura? Kanë qenë me përmasa goxha të mëdha, ka qenë veshja tropojës që u shfaq më parë, ka qenë kjo. Ka qenë edhe një me element tradicional, do më thë me kala, me flamurin, me tryezën shqiptare. Ka qenë kulla e Kukësit, qytetit ku jam lindur dhe jam rritur. Po, kjo. Dhe ka qenë edhe një piktur tjetër, me frymëzim motivime natyre, elemente natyres. Zemër ti këto i bëm për qefin tënd tani, apo ke filluar të marrësh edhe ndonjë lloj porosie nga ata që vlerësojnë talentin? Po, kam filluar të marrë disa porosi të vogla. Në fillim kam pasur mbështetjen dhe suportin nga shkolla, ato ma kanë suportuar fillimisht. Më pas nga qendra kulturore e fëmijëve, e tjerë do më thënë. Kam edhe një faqe online në Instagram, për të cilëzoj punimet e mia. Të kërkojnë portrete kam përshtypjen. Më shumë më kanë
kërkuar fotot të tyre, jo portrete, por gjëra, peizazhe, gjëra të tjera, piktura abstrakte e tjera. Okej, foto që ata i kanë shkrepur dhe duan që ti të realizosh. Po, te ti, kush e ka spikatur këtë talentin që ti ishe Fillimisht e ka spikatur mami, do me thënë, edhe mami më ka mbështetur në çdo talent show ku kam marrë pjesë apo në çdo emision. Do me thënë, si shtera e parë për ty, ti kishe provuar edhe më herët. Dhe çfarë të kishin thënë më herët, ishte njësoj si Dajla? Më herët kam konkuruar në një konkurs tjetër që quhej North Star Albania. Aty ka pasur goxha konkurrencë të madhe, pasi ishte vetëm çmimi i pikturës, kishte edhe talente të tjera, por unë dola fituese atij konkursi, pavarësisht se piktorët e tjerë ishin më të mëdhenj se unë dhe kishin më shumë eksperiencë, unë dola fituese atij konkursi. Tema e pikturës në atë konkurs ishte lidhja Shqipërisë me Britaninë e Madhe. Kishim për të ndërthuar elementet e kulturës shqiptare me elementet e kulturës angleze. Dhe në në bazë të elementve, në bazë të kuptimit, në bazë të pamjes vizuale, piktura ime u zgjodh fituese dhe ai ka qenë konkursi i parë ku kam marrë pjesë dhe po ashtu konkursi i parë që kam fituar. Ke një ekip shumë të mirë pas ti, se këto tematikat i zgjidhje shumë të mirë. Jo, dhe përveç se duket që edhe në Eli gjithashtu i pëlqen në fakti që të sjellë pak këto traditat, kulturat, detajet, se për shumë që të veshja, qoftë çfarë do lloj gjëje janë të specifike dhe mbi gjitha prekin dhe emocionalisht. Kjo është dhe një ndër sekretet e tua, mendoj unë. Jo, më kot i ka sjellë, prandaj thash ka një ekip shumë të mirë. Kush të orienton më shumë te këto temat? Bëhet një bledhje aty të shtëpia juaj dhe vendosni? Jo, i marr fillimisht vendimet vetë, mendoj pastaj i diskutoj me mamin, nëse është e mirë, mami më jep mendimin e saj. Pra mami patjetër. Çfarë pëlqej dhe çfarë mund t'ia rrëmbej zemrën njerëzve. Gjithashtu edhe Dajla e ka ditur mirë që me këto këngë kaq të fuqishme ka impresionuar edhe Jurinë. Ose i tregojnë dhe vokalin, se ishin nota goxha të larta që imagjino në moshën e saj, jo të gjithë artistët e mëdhenj që kemi sot mund të i kenë arritur. Dhe duke punuar fort, jam e bindur që do bëshin vajzë akoma dhe më talentuar, akoma dhe më suksesshme, dhe të fitosh dhe çmime të tjera, dhe të marrësh pjesë sërish, qoftë në X Factor apo në çfarë do lloj kompeticioni tjetër, dhe ti tregosh që po unë ditë këndoj dhe jam përmirësuar dhe kam punuar. Ke plot raste si Ed Sheeran, si Shakira, e shumë artistë të tjerë që i kanë thënë që nuk do bëhen dhe janë artistë ndërkombëtar. Në fakt, Dajla e tregoi që nuk dorëzohet. Sa do që i kanë thënë ti nuk e ecur, nuk e zë, ajo sërish ka tentuar, ka punuar dhe ka ardhur sot në studio me çmime. Çfarë të ka mbajtur gjallë, Dajla? Pra, që nuk të ka, le të themi, mërzitur pak nga fjalët që mund të të kenë thënë. Çfarë të ka motivuar? Nuk është se nuk u mërzita kur më thanë, okej, ndoshta nuk është vokali, nuk është ngrofa akoma dhe unë isha e vogël, por duke dëgjuar motrën pse dhe unë mos bëja një këngëtare si motra. Se motra ime e madhe ka hedhur këngë në YouTube e vogël dhe është dhe kjo me mua të kjo emisioni X Talent. Edhe nuk e di. Ka motivuar edhe motra, duke qenë se dhe ajo me një shembull. Vajza, jeni bërë të pak shoqe ju aty, se daljet e shpeshta, koha që kalonit bashkë. Pavarësisht konkurrencës kemi ruajtur edhe miqësinë për konkurrencë. Pse jo? Tani konkurenca është Romina në çdo konkurs tani. Ju shohin çik me zili apo tentojnë t'ju grisin në një pikturë aty, kështu që mos shkëlqejnë. Jo. Besoj nuk ka fëmijë aq. Besoj se do kënë qëna shumë letimi. Po pse mo vetëm ne pas kemi qënë ka që trasovash, breziris që ka kështu. Si kam parë një herë. Tash se do më mbështesja o tjere. Me të drejten. Që ka konkurencë ka më tepër për kur është brenda llojit, pra këngë me këngë, pikturë me pikturë. Por në rastin e vajzave kam përshtypjen. Zgjedhin të shkëlqejnë nga më të ndryshme. Ca shumë faleminderit. Jeni shumë të talentuara që të dyja. Shpresoj të arrini akoma dhe më shumë dhe të fitoni edhe më shumë çmime, pse jo. Dhe t'ju shikojmë pas disa vitesh akoma dhe më shumë të suksesshme dhe për karrierat tuaja. Lartë e më lartë, bukuroshen që të dyja shumë talentuara, kështu që kjo është rinia që ne duam, këto janë vajzat që ne kemi, kaq talentuara dhe që do të tregojnë gjithë talentin e tyre me punën dhe vullnetin që do kenë në vijim. Që shumë suksese, faleminderit shumë. Ne jemi në fund, kemi ardhur në fund, mbyllëm, pritse, nuk e mbyllim si gjithmonë pa recetën e mirës. Sigurisht, pas publicitetit do të ndiqni recetën e mirës për drek, salmon me salcë kremoze dhe spinaq ishte. Një recetë shumë mirë për drek, fiks fare, 5 javë, peshk,
Po, bëheni në shtëpi dhe bashkë shihemi nesër në 7:00. Shihemi nesër. me të ftuar. Patrim, ditë bukur. Paqe. Pafshim.